Çdo vit, mijëra njerëz humbin pa lëngjurmë dhe ata që kthehen tregojnë histori të frikshme. Histori që shumë njerëz nuk mund të suportojnë dot. Disa informacione nuk janë për sy dhe veshët e të gjithëve, sepse shumë nga ne nuk janë në gjendje që të përballen me të vërtetën. Para 400 vjetësh, ishulli Manhattani dhe New Yorku i sotëm dukeshin komplet ndryshe. Banorët e parë kanë qenë hollandezët, që erdhën në këtë zonë në 1624 dhe me kalimin e kohës ndërtuan një qytet që quajtën Amsterdam i ri. 40 vjet më vonë, anglezët ndryshon emrin dhe vendosin emrin që është dhe sot New York. Përpara se anglezët të vinin dhe të merrnin kontrollin, hollandezët kishin hyrë në kontakt me banorët autokton vendas, apo fisit indiane që jetonin në këtë vend. Këta ishin dy popull, njëri quhej Lenape dhe tjetri Mahika. Tregtia që bënin hollandezët që përhura dhe kastorët në veçanti. Ko pas kohë kishte edhe incidente. Me raste sulmonin njëri tjetrin. Manhattan u bë shumë i vogël për mijëra emigrantë të rinj që vinin. Në 1626, kolonizatori hollandez me emrin Pieter Minuit u dërgua nga ana e kompanisë hollandeze të quajtur India Perëndimore për të blerë gjithë ishullin Manhattan nga banorët vendas dhe jo vetëm kaq, por edhe gjithë territori që sot përbën New Yorku. Pjesa më interesante është çmimi që u shit. Indianët shitën ishullin e Manhattanin pothuajse 15.000 hektar për shumën e $24, sipas disa burimeve. $24 është një legjend, dhe në fakt to ka shitur 60 gilder hollandez, apo 60 florina që me vlerën e sotme shumë a shkon në $1.000. Nuk dihet nëse indianët morën parat për të cilat nuk ishin asnjë leverdi dhe nuk i hynin në punë, apo morën xhevahire, pasqyra, bizhuteri dhe sende të tjera pa vlerë për europianët. Sido që tjetë, i gjithë ishulli u ble për pak para, ishull ky që e banuar për 100 vjet nga indianët. Ngjarjet në vazhdim dihet si u zhvilluan deri në ditët e sotme. Dhe pyetja që mund të bëni me të drejtë është se çfarë lidhje ka kjo histori me temën e sotme. Kjo histori tregon se çfarë ndodh kur përplasen dy raca të ndryshme me kultura të ndryshme. Kultura këto që nuk e kuptojnë njëra tjetrën. Çfarë ndodh kur kultura inferiore teknologjikisht takohet me atë superiore? Indianët jetonin në këto hapësire prej mijëra vjetësh, në mënyrë të thjeshtë, njësoj si pasardhësit e tyre pra 10 mijëra vjetësh. Dhe papritur vjen një civilizim tjetër, i cili nga pikpamja teknologjike është disa mijëra vjet përpara. Disa nga ju mendojnë se indianët u treguan naiv duke shitur tokat, ndërkohë që indianët mendojnë se hollandezët u treguan naiv duke dhuruar gjëra për cilat s'kesh të blesh. Te këto fise nuk ekzistonte koncepti i privatizimit të tokës. Toka është e të gjithëve dhe gjithkush kishte të drejtë mbi të. Nuk kishin idenë e posedimit të tokës. Dhe kjo që një ide absurde të paktën për kulturën e tyre apo civilizimin e tyre. Civilizimi superior me kalimin e viteve pushton gjithë kontinentin dhe pothuajse vret gjithë popullsinë vendase që mbetet në minorancë. Pra po bëjmë fjalë për një rast që janë njerëz vetëm se më të përparuar në kulturë dhe teknologji. Dhe nëse kjo diferencë, jo dhe shumë e madhe në raport me universin, arrin të bëjë krime të tilla, çfarë do të themi sikur ne, raca njerëzore me këtë teknologji që kemi, të takojmë inteligjenca jashtëtoksore që janë vite dritë larg në zhvillimin teknologjik dhe shpirtëror se ne. Shumë herë më të madh se sa diferenca midis indianëve dhe hollandezëve në shekullin 17. Indianët vepruan gabim në shekullin 17 duke shitur tokën dhe duke sjellë kjo rënien e civilizimit të tyre, por edhe në shekullin 20 dikush gaboi rënd para 60 vjetësh, sepse duket sikur kemi përsëritjen e të njëjtit gabim, si të indianëve me hollandezët, vetëm se kësaj here nuk kishim të bënim më me njerëz, por me një rasë jashtëtoksore me të cilën bëm një marrëveshje. Në dallim nga indianët, ne kërkuam diçka tjetër. Në vitet 50 deri në vitet 80, fenomeni i zhdukjes së personave arriti kulmin. Njerëz nga gjithë bota filluan të tregojnë për grabitje njerëzish. Por kësaj radhe në grabitje merrin pjesë qenie specifike. Kush nuk ka dëgjuar asnjëherë për këto tema do të thotë menjëherë se janë budallëqe. Por personi me emrin John Edward Mack ka një mendim ndryshe. Është personi më i njohur tek fenomenet e rrëmbimit njerëzve. Është psikiatër në profesion, mbaruar në Harvard dhe ka marrë çmimin Pulitzer.
por duke qenë se hulumton të temat ndaluara, u zbua nga universitetet pikërisht nga kolegët e tij. Në fillim mendonte se ky fenomen është absurd dhe i pamundur, derisa filloi të flasë me viktimat e rëmbimeve. Ja një intervistë e tij. Dikush më tha që të flas me Bud Hopkins dhe pyeta se kush është ky. Ky është një person që beson se njerëzit rëmben dhe çojnë lart në anije të mëdha fluturuese dhe se njerëzit me të cilët punon thuhet se janë të çmendur. Zbulova se ai kishte folur me njerëz komplet sinqert dhe kur takoj me ta kam ndjesinë se thonë të vërteta. Në 40 vjet përvojë psikiatrike nuk isha në gjendje të përqendrohesha në këto tema. Për këto tema flasin e fëmijë 2 vjeç me gjumë fizike në trup, prerje, mungesa indjesh, të cilat janë lidhura me UFO-t. Këta janë njerëz që nuk janë të sëmurë mentalisht dhe asgjë nga karriera ime shumë vjeçare nuk më ka përgatitur për përvoja të tilla. Çfarë ndodhi që në vitet 60 të shekullit të kaluar kemi një shpërthim me të gjithë botën të ngjarjeve të tilla. Vallë të gjithë njerëzit duajtur mens dhe në halucinacione sipër përshkronin qenie të njëjta, apo kishte ndodhur diçka shumë e keqe. Sipas manualit dhe të gjithë deponimet e personave të rrëmbyer, pas rënies në Roswell, raca njerëzore për herë të parë u takua me këtë lloj race jashtëtoksore gri. Dhe këtu bëhet fjalë për një regalian gri të gjallë. Pas kësaj ngjarje kemi sulm mbi Washington 1952, ku një valë tërdisje qëndronte si kërcënimi i Kapitolit në Washington. Pastaj kemi kontakt me këto qenie, ose më saktë me kreun e tyre të quajtur Krill, i cili shërbente si një lloj ambasadori i kësaj race në tokë. Këto të dhëna gjenden atë që quhet libri i verë, me informacione shokante, kurse libri blu që e për publikun. Ambasadori Krill solli në tokë ekipe të tëra rigelianës dhe në bazë të marrëveshjes, një ekip i ynë shkoi në planetën e tyre. Paralelisht filloi shkëmbimi i informacionit dhe njerëzit mësuan se rigelianët kishin 6 baza nëntoksore vetëm në Shtetet e Bashkuara dhe që të gjitha qëndërtuan në territoret indiane apo rezervatet e tyre. Gjithashtu këtu bënte pjesë dhe baza nëntoksore në Dulce, si dhe baza aktive në hënë e quajtur Luna 2. Rigelianët thanë se ne klonimi i tyre i realizuar me anë të inxhinierisë gjenetike, e cila funksionon intensivisht të 10.000 vjetët e fundit. Historia me Anunnakët është diçka më vete, e pavarur nga kjo histori, dhe për këtë do të flas tek pjesa e tretë kur të diskutojmë për racat e para në tokë. Rigelianët thanë se jo vetëm janë ata krijuesit e këtij civilizimi njerëzor, por janë ata gjithashtu krijuesit e të gjitha feve që gëlojnë në tokë, duke manipuluar njerëzimin dhe duke shfaqur si zota të rrem. Janë pikërisht këta që krijuan dhe Jezu Krishti, i cili që projekti i tyre. Si provë për të vërtetuar thënjet e tyre, ju afruan njerëzve akses në historinë e shkuar, sepse kishin një aparat që gjyhasidhin të shkuar në kohë reale. Njerëzit mund të shihnin nga e shkuar çfarë të donin, qoftë dhe Jezu Krishti po të donin. Rigelianët deklaruan se ne rrëmbejnë disa njerëz, por mos u shqetësoni se kjo është vetëm në kuadër të eksperimenteve gjenetike dhe nuk bëjmë asgjë të keqe. Natyrisht që ne pam rigelianët si gënjeshtar të mëdhenj, sepse i kapën disa herë në mashtrim dhe është një rast mashtruese që i shërben qëllimeve të tyre. Në ato vite me teknologjinë që zotronin ishin praktikisht të ekspozuar. Rigelianët vazhduan të rrëmbejnë njerëz për interesat e tyre. Grupi Majestic 12 bën pastaj të njëjtën gjë që bën indianët e Amerikës kur shitën Manhattan e holandezëve. Lejuan rigelianët të rrëmbejnë njerëz në këmbim të xhevahireve rigeliane. Rigelianët do të rrëmbejnë pa problem njerëz dhe jo vetëm kaq, por do të bashkëpunonin me njerëzit dhe si këmbim njerëzit do të merrin teknologjinë e tyre. Një pyetje që qëndron fort është: përse kjo rast që mund të bëjë çfarë të dojë me ne, duhet të hyjë në marrëveshje me ne për qëllimet e saj? Puna është se kjo rast grish nuk mund të bëjë çfarë të dojë me ne dhe nuk mund të realizojë një pushtim të hapur në tokë, sepse sipas manualit, ata nuk janë të vetmi që kanë interes në këtë planet dhe shpesh kanë qenë në konflikt me racën nordike dhe me racat reptiloide që jetojnë në tokë bashkë me ne. Ne njerëzit gjatë luftës së dytë botërore zhvilluam një armë shfarosjes në masë, armë e cila mund të shkatërrojë eksperimentin biologjik në tokë dhe po bëj fjalë pikërisht për bombën atomike.
Këto janë dhe konfliktet në bazat ushtarake ku ndodhen kokat bërthamore. Kjo është arsyeja që rigelianët pranojnë marrëveshje me ne dhe na japin versione primitive të teknologjisë tyre, që ne na duken si pasqyrat që merrnin indianët e Amerikës në këmbim të Floridit. Kjo është dhe arsyeja të themi shpërthimit teknologjik të racës sonë në fund vitet 50 e në vazhdim deri në ditët e sotme. 50 vitet e fundit kemi përparuar sa që kemi përparuar për mijëra vjet të marrën së bashku, dhe arsyeja është pikërisht bashkëpunimi me këtë racë. Në këtë moment rigelianët nuk e prisin këtë zhvillim të shpejtë të racës sonë dhe ne, njerëzit, nuk e dinim qëllimin e tyre deri në vitet 60-70 të shekullit kaluar, kur u bë gjithçka e qartë. Marrëveshja që rigelianët të merrnin njerëz të ndryshëm për eksperimentet e tyre, por duhet të jepnin kontaktet dhe emrat e njerëzve që rëmbenin, që të dimë se çfarë saktësisht bën. Rigelianët nuk e respektuan marrëveshjen dhe filluan një sakratim masiv kafshësh dhe rrëmbimi njerëzish në masë. Kur them grabitje e njerëzit, duhet kemi parasysh se shpesh edhe i sulmonin njerëzit. Dhe këtu duhet kemi parasysh operacionin Prato. Në vitet 80 patëm dhe konflikte me rigelianët, dhe shpesh ne kemi goditur disjet e tyre fluturuese dhe i kemi rrëzuar. Natyrisht që ka patur viktima nga të dyja palët, dhe nëse kujtohet një konflikt i tillë, ka ndodhur në 1979 në bazën Dulce, ku pati 66 viktima nga forcat e ushtrisë, rast për cilin kemi folur në kanal me intervistën e Phil Snyderit. Këto kontakte nuk ekzistonin vetëm me amerikanët, por edhe me rusët, sepse dhe ata kanë pasur një ngjarje të tillë në Kapustin Jar, për cilin do të flasim një herë tjetër. Njerëzve s'u kishte mbetur gjë tjetër, veçse të zhvillonin disjet e tyre fluturuese, të cilat natyrisht nuk qenë në nivelin e teknologjisë rigeliane, por të paktën po përgatishin për konflikt me ta. Jetë çfarë thot manuali për armë që bazohen në teknologjinë jashtëtoksore. Projekti Gabriel, ose armë akustike me frekuencë të lartë, që lëshojnë valë mikro që janë efikase kundër objekteve fluturuese rigeliane dhe armatimeve të tyre. Projekti Joshua, armë me frekuenca të ulta pulsante, të zhvilluar në Kaliforni. U zhvillua midis 1975 dhe 78-s. E aftë të rrëzoi për tokë çdo ndërtesë njerëzore në një largësi prej 4 kilometrash. Është si një bri i madh metalik i lidhur me kompjuterin dhe me përforcues të ndryshëm. U quhet Joshua sepse na kujton historinë biblike të Joshuas, që me instrument të tillë rrëzuar muret e qytetit Jerihonit sipas Biblës. Kemi pastaj projektin Excalibur, armë kjo që shërbente për shkatrimin e bazave në toksore të rigelianëve. Kjo armë që një raketë që në kokë mbante mbushje bërthamore nga 1 deri në 10 megaton dhe hynte deri në 1 kilometër në tokë dhe pastaj shpërthente. Si është e mundur që një raketë depërtojë 1 kilometër në tokë? Për këtë shërbente një teknologji tjetër, e cila që është toksore. Kjo teknologji konsiston në atë që dezintegron tokën në drejtimin ku do të hyrë raketa, dhe kjo e fundit hyn si në gjalp. Imagjinoni tani se ku është teknologjia sot 50 vjet më vonë. Njerëzit kuptuan se rigelianët ju fusin në tru njerëzit të rrëmbyer qipe optike nano, si dhe implante të tjera. Sipas manualit, 1 në 40 njerëz në planet ka një qip në tru dhe nuk e kanë idenë se janë rrëmbyer ndonjëherë. Vetëm mira prej tyre mbajnë mend rrëmbimin. Nëpërmjet këtyre implanteve, rigelianët vendosin kontrollin total mbi këta njerëz, jo vetëm mental, por edhe atë fizik. Çdo përpjekje për heqjen e implanteve rezulton me vdekjen e pacientit. Sipas shumë burimeve, por duke u bazuar te ky manual, ky planet i shërben rigelianëve për shumim. Kur lërë me bar femrat, e marrin fetusin pas 3 muajve dhe rrisin në kushtet e tyre. Përziejnë ADN-n e tyre me tonën, duke krijuar hibrid për një qëllim të caktuar që nuk dihet. Thuhet se në këtë mënyrë përpiqen të marrin planetin në duart e tyre, sepse nuk e realizojnë dot me ndërhyrje direkte. Një teori tjetër thotë se ata përshpëtojnë racën e tyre nga zhdukja, sepse nuk mund të shumohen më me ADN-n që kanë. Kjo racë shumohet nëpërmjet klonimit. Një teori tjetër thotë se kjo racë kryen eksperimente me njerëzit, siç kryejnë njerëzit eksperimente me kafshët. Asnjë nuk e di me saktësi, por në manual përmendet diçka interesante. Brenda Shteteve të Bashkuara ekzistojnë shumë lloje programesh
Dhe një nga këto janë fëmijët që rritin nga këto qenie së bashku me fëmijë jashtëkësor. Dhe mbi këtë bazë vjen agjenda e radhës, ku njerëzit e kanë kuptuar me çfarë lloj race kanë të bëjnë, e cila nuk ka qëllim të ikë nga ky planet. Kështu që duhet të fillojë sensibilizimi i racës sonë mbi ekzistencën e kësaj race, sensibilitet që në fakt ka filluar para 10 vjeçar. Nëse pyesni këto se si janë jashtëkësorë, të gjithë do të përgjigjen që janë në ngjyrë gri. Është kjo racë që sikur i pëlqen që raca jonë ta kalojë kohën vetëm në vuajtje, mjerim dhe luftra pafund. Në manual flitet edhe për tmetat më të mëdha të tyre, të cilat mund t'i shfrytëzojnë njerëzit në favor të tyre. Këto qenie janë të fiksuara pas vdekjes, e studiojnë dhe kanë frikë nga ajo. Kanë një frikë të madhe nga ndërprerja e ekzistencës dhe kjo është arsye e klonimeve për të mundur vdekje. Ata studiojnë shpirtin ton, i cili ma gjeps, prandaj dhe thonë se njeriu është kontejner për shpirta, siç edhe përmendte Bob Lazari. Shpesh krijojnë klone të pastra njerëzore, hibrid të cilët fusin vetdije të një njeriu tjetër, sepse kanë teknologjinë që shkupusin memorien dhe vetdije. Megjithëse këto klone nuk jetojnë gjatë, ato përpiqen që të kuptojnë se çfarë ndodh me vetdijen si dhe shpirtin para se të vdesin. Me gjithë frikën nga vdekja, këto qenie besojnë një farë kuptimi tek krijuesi. Ka një farë besimi. Faktori dytë në favor të racës njerëzore është mungesa e stabilitetit psiqik. Megjithëse kanë intelekt dhe teknologji superiore në raport me ne, devijimi nga plani i tyre shkakton një mungesë stabiliteti psiqik. Në trurin e tyre kur kanë një plan e quajnë të pagabueshëm dhe kur diçka nuk shkon sipas planit, si rezultat e veprimtarisë njerëzore, e humbin komplet toruan dhe nuk dinë se çfarë të bëjnë. Nuk ka shans që të rregullojnë diçka që ka shkuar keq. Kështu që duhet të këshillohemi të ashtu quajtur rojtarët. Ja një shembull. Vinë në planet dhe çdo gjë funksionon sipas planit. Kur papritur ndodh ndonjë gabim në sistem tek veprimtaria njerëzore, nuk janë në gjendje si në njerëzit që të rregullojnë gabimin në vend dhe të përshtasin planin sipas kushteve të reja. Duhet detyrimisht të komunikojnë me eprorët derisa të marrin udhëzime të reja. Sipas manualit, ky avari mund të zgjasë edhe 24 orë, dhe por nuk morën udhëzime, nuk dinë se çfarë të bëjnë. Me gjithë teknologjinë e përparuar nuk janë të pavarur. Pra, këto qenie pa teknologjinë e tyre janë në thelb frikacake dhe kanë frikë nga njerëzit. Po kush janë racat e para në këtë planet? Për këtë do të flasim në pjesën e tretë dhe të fundit. Ose humni toruan, qëndroni tek bota e fshet, mos harroni të regjistroheni dhe deri tek emisioni i radhës. Mirupafshim.